I mërzitur me Eglin dhe me diskutimin që u bë rreth nishanit të saj mbrëmjen e së martës, gjatë Prime Gjesti ka biseduar me Jozin dhe i është shprehur se nuk e kam thënë për të keq atë gjë, betohem në Zot, por tani jam i gatshëm, kushdo le të dalë, nuk më intereson më. Prej këtij momenti çdo gjë ka për të ndryshuar sepse duke u treguar i drejtë, më po bëhet këtu. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.